Mirë, pas kësaj hapësire publicitare, ne do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me avokatin Arber Hoxhaj, të përshëndes dhe në fakt besoj që e kanë ndjekur të gjithë aq minuta sa ishte seancën ditën e sotme, ku gjykata kushtetuese është tërhequr tashmë për të marrë një vendim mbi kërkesën që pala përfaqësuese e presidentit paraqiti ditën e sotme. Si e shikon? Presidenti është këmbgulës në gabimin e tij dhe më kujton dy shprehje. E para, besoj që të gabosh është njerëzore, por të këmbgulësh në gabim është djallëzore. Dhe së dyti po me urën shpatën. Kështu që do të thotë presidenti i Republikës në mënyrë antikushtetuese nxori dekretin për zgjedhje dhe tani si duket i drejtohet gjykatës kushtetuese për të anuluar vendimin që anulloi vendimin e presidentit ose dekretin e presidentit, duke i kërkuar gjykatës anulloni anullimin. Sepse nuk ka kompetencë me këtë arsyetim. Patjetër që presidenti është në shkelje të dytë të kushtetutës dhe besoj që gjykata kushtetuese patjetër që do të rrëzojë kërkesën e presidentit për të anulluar pezullimin që ka bërë më herët. Vendimarrja e gjykatës kushtetuese shprehet mbi bazën e akteve dhe do të shprehet në fund, që do të thotë anullimi i dekretit të presidentit humbet fuqinë vetëm nëse në rast se gjykata kushtetuese kundër të gjitha gjasave ligjore do të rrëzojë kërkesën ankimore të zotit Veliaj. Në këto kushte besoj që patjetër që gjykata do të gjykojë themelin e çështjes, besoj që sot do të mbyllet shqyrtimi gjyqësor në rast se gjykata gjen që nuk ka vend dhe kërkesë për prova të tjera të reja, dhe në këto kushte do të shprehet në vendim në një datë të ardhshme, datë e cila maksimalisht është 30 ditë nga sot. Datë e cila është, se si u dëgjova ndjes? 30 ditë nga sot, pra maksimalisht gjykata mund të marrë kohë 30 ditë nga dita e sotme. Si të duk paraqitja e ish kryebashkiakut Veliaj ditën e sotme në gjykatën kushtetuese? Paraqitja ka qenë korrekte, ka pasur dy mbrojtësit e tij, zoti Ndërkushi dhe zoti Normal. Besoj që të dy mbrojtësit janë në lartësinë e situatës, të paktën zoti Ndërkushi ka qenë edhe drejtor juridik në Bashkinë e Tiranës, kështu që është ekspert në çështjet administrative, teknike dhe kushtetuese, dhe besoj që gjitha gjasat janë në favor të zotit Veliaj. Dhe këtë mendon edhe pjesa dërmuese e juristëve, madje edhe konstitucionalistëve. Kështu që për të folur dhe për të bërë edhe një parashikim, le të themi, jo për të bërë orakullin e Delfit, por për të bërë një parashikim dhe për të ritheksuar edhe një herë që vendimarrja e Këshillit Bashkiak është në shkelje të plotë të neni 62.c dhe vendimarrja e Këshillit Ministrave është në shkelje të plotë, jo vetëm të neni 62, por edhe të neni 115 të kushtetutës. Dhe neni 62 vjen në kundërshtim me neni 115 të kushtetutës dhe më pas çështja mbitortë është vendimarrja e presidentit të Republikës ku në mënyrë flagrante shkel nenin 115 të dytë kushtetutës duke dekretuar datën e zgjedhjeve për Tiranë, pavarësisht se kushtetuta dhe gjykata kushtetuese në njoftimin e saj i vuri kapak dhe i thotë presidentit që nuk mund të ketë datë për zgjedhjet të Tiranës për shkak të pezullimit të vendimarrjes dhe për shkak të ankimit. Në këto kushte besoj që gjykata kushtetuese do të ketë integritetin profesional, do të ngrihet në lartësinë e çështjes dhe ndaj zotit Veliaj do të pranohet kërkesa ankimore. Ligji në 162C do të konstatohet antikushtetues në raport me në 115 të kushtetues dhe gjithë vendimarrja e Këshillit të Ministrave do të konstatohet antikushtetuese. Madje unë besoj duhet shkohet më tepër sepse në 162 ka nevojë për rregullime, në 162 i ligjit për qeverisje vendore, ka nevojë për rregullime sepse le ta themin duhet të rregullonte një situatë dhe vetë ligji nuk mund të jetë problemi. Së pari, ligji nuk mund të marrë copy-paste kushtetutën, ligji dhe në bazë për zbatim të kushtetutës dhe në 162 duhet të normojë se çfarë është shkelja e rëndë e kushtetutës. Së pari, së dyti, në 162.b thotë që një i zgjedhur vendor shkarkohet në vendim të Këshillit Ministrave kur ka një vendim fajësie të formës së prerë. Nëse do të kishte logjike dhe do të shkomin në pikën C, që
shkarkohet pasi ka munguar për 3 muaj, në 162 pika bën mundësosht edhe kur ka një vendim mas sigurimi, arrest në burg ose arrest shtëpi. Pra aq kohë sa nuk e ka thënë, do të thotë që një i zgjedhur vendor nuk mund të shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave se është me mas sigurimi. Dhe mbi të gjitha pastaj ajo që i ve ka pak dhe i vjen në ndihmë argumentit të zotit Veliaj është mendimi dhe vendimi i këshillimorëve, themi, i Komisionit të Venecias, i cili është një amiku kuria, pra një mik i gjykatës, në rastin e të zgjedhurit vendor turk i cili është shkarkuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe i tërhiqet vëmendje e veçantë të zgjedhurit vendor sipas ligjit dhe kushtetutës dhe kartës të autonomisë vendore nuk janë një zgjatim i Këshillit të Ministrave, por zgjidhen drejt për drejt nga populli dhe duhet bëhet shumë kujdes i veçantë, aq më tepër kur nuk kemi dënime penale të formës së prerë, që do të thotë që zoti Veliaj praktikisht çështja është e fituar, betet vetëm vendimarrja e gjykatës dhe ndihmi ka ardhur dhe Komisioni i Venecias. Kështu që rasti faktor ka qenë pro zotit Veliaj. E qartë. Në fakt, në këto kushte e marrim të mirëqenë që gjykata kushtetuese vendos pro Erion Veliaj të ditën e sotme, një vendim që do ta shpall 30 ditë nga dita e sotme, apo jo? Jam e qartë deri këtu. Po. Më pas, çfarë ndodh? Erion Veliaj është sërish kryebashkiak i Tiranës? Patjetër që po, zoti Veliaj ushtron atributet e kryetarit të bashkisë deri në përfundim të mandatit. Do të thotë që vendimi i Këshillit të Ministrave konstatohet antikushtetues dhe për pasojë është nul dhe nuk ka asnjë pasojë juridike. Zoti Veliaj përfundon mandatin, ndërkohë që kandidatët pa pasur zgjedhje, se ky është vend i çuditërave, pra dalin kandidatë pa pasur një zgjedhje formale, vazhdojnë agjendat e tyre politike dhe humoristike. E qartë. Mirë, unë në fakt të falenderoj shumë, nuk e di nëse ke diçka tjetër dhe në fakt pyetja e fundit që të bëj, sa kohë ndoshta i duhet, besoj që je i njohur në rastet të tilla, sa kohë i duhet gjykatës kushtetuese në këtë rast nga momenti që u tërhoq për vendim, derisa të marrë një vendim mbi kërkesën e presidentit Bajram Begaj? Besoj që kërkesa... Pra mund të zgjas me minuta, është pyetja, apo mund të zgjas me orë? Unë të kërkesat paraprake, besoj që gjykata i ka dhënë përgjigje presidentit dhe presidenti prandaj kur e thashë që ngul në gabimin e tij, i ka dhënë përgjigje kërkesës presidentit duke e pezulluar. Kështu që të kërkosh pezullim të pezullimit, e para është i palegjitimuar. Por e dyta patjetër që gjykata maksimalisht nga eksperienca personale mund të marrë një orë kohë duke bërë edhe një pushim të shkurtër, ta themi. Besoj që çështje në mos minuta, çështje ore do shprehet mbi udhëzimin e kërkesës. Edhe ndoshta 30 sekonda nëse mundesh, mendon se Erion Veliaj do të shprehet ditën e sotme edhe për masën e sigurisë edhe për gjyqin ndaj tij, apo do t'i përmbahet vetëm ankimimit që ka bërë për sa i përket shkarkimit të tij? Zoti Veliaj ka 2 avokatë të cilët nuk do ta lënë të dalë jashtë shinave të gjykimit në gjykatën kushtetuese. Ai është ekskluzivisht vetëm për vendimarrjen e Këshillit të Ministrave dhe nuk mund të shpreh për çfarë do tjetër që mund të vijë ai për ndorësh apo për mbarvë. Në këto kushte do të përmbahet objektit të gjykimit. Dhe me sa shoh edhe zonja Zaçi është në krye të gjykatës dhe nuk do ta tolerojë edhe sikur të ndodhte. Unë nuk besoj që ka për të ndodhur. Kështu që besoj që gjykimi do të shkojë në shinat e tij normale. E qartë. Unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë, teksa na bërë ndoshta edhe një panoram mbi atë se mbi bazët edhe të ligjit, edhe të në 162.c dhe 115. Të falenderoj sërish, të uroj një ditë mbar.